Kush jeni ju më klysë kurvës? Kush jeni ju? Kjo më rrin mendje, tash çdo sekond. Është bon në Shqipëri një nuk e di çka është kjo, simpozium është diçka ku mblidhen këto që japin mendime shkencëtaret. Mbledhje, zakonisht janë mbledhje të partive, ku vend janë ato burrë të mëdhenj të shtetit. Po është bon një është mbledh diaspora, janë mbledh sa cërloj, sa ne këtej për shembull, e di që janë mbledh në Tiranë. Edhe nuk e kam ndjek, se s'kam pas kohë, se që kam t'i ndjek kush janë që bëjnë, në qoftë se janë zërët fuqishëm të komunitetit shqiptar që kanë boje hone për botë, edhe japin vlerë Shqipërisë edhe ku të diun edhe ne diasporës që jemi në përbot, mrekulli për shembull Fjalavje e Zem, emra si Biberexha në muzik, Armando Broja në futboll, Vedat Muriqi në futboll, Ernest Muçi në Turqi, Fjalavje në futboll, Inva Mula me sa diun muzik, Mira Murati për shembull me sa diun në çka është kjo, në këto shkencët e teknologjisë, parlamentar evropian për shembull që është nga Suedia që është atje. Në qoftë se janë mbledh me gjithmend njerëz të fuqishëm diasporës, edhe vinë atje në Tiranë, ose në Prishtinë, ose në Strug, ose në Janin, ose në Palermo, Greqi, nga vjen i madhi Dioguardi. Unë e kuptoj këta, zërët fuqishëm, që në përfaqësojnë neve në përbot, që ngrejnë emrin e shqiptarit dhe shqiptareve. Nuk prish punë se janë rënjët largëta si Roberto De Niro për shembull, apo Gjo Dioguardi, por në qoftë se vinë ca kalamaj, që kanë marrë ca diplomë, edhe mlidhen në përnevojtorët tona, edhe bërtasin se sa mire bëjnë mundin, se kanë horë ushqime më të mire dhe mundi tyre, në vend plerave kemike duhet hell në parcelet e grurit që miellim ne. Kjo është lemëri. Pse e kam unë këtë mleft ashti? Thash edhe një herë, unë se kam pa, unë nuk e kam gju. Po dëgjova një video, e pash një video në Facebook. Një person i asërun po kaq sa jam unë të ashti, që thoshte që në këtë, çka është kjo mbledhje diasporës, se di unë si quhet kjo, që janë mbledh të diasporës gjoja, kalamajt e këtyre emigrantëve të risë me sa duket, që shkojnë atje dhe bërtasin, na merrnin punëve, se ne kemi dhonë, kemi ngrit Italinë, kemi çunë në qiell, na merrnin punë, ti shkon, ti je në diasporë, deri nonën. Ngreja emrin Shqipërisë atje nëse ti mundesh, çfarë ke bë për kombin tat në Itali? Në Gjermani ku jeton, si e ke ngrit vlerat kombit atje, si e ke bët komunitet ku jeton, ta doj më shumë shqiptarin dhe Shqipërinë, si e përshtat me kulturët e t'i veni, që na qësh neve emrin e mirë, na ngresh neve lartë emrin, jo, u kam lind atje, jam shkollu atje, mos merrnin punë këto që janë, këto që s'kan bukë të hanë dhe janë shkollu këtu. Në qoftë se, edhe dun dhe posë politike këta. Shqipëria i madh e i vogël nuk vun nga mendjet politike. Bile bota është udhëheq nga arrogantët, s'ka vujt në herë. Është udhëheq nga satrapët. Edhe një fuqi e madhe si Amerika për shembull, ka njeriu më profan
që flet ordiner. Trumpin nuk ka vujt botën e herë për koka për të udhëheq. Vun për shkencëtar. Edhe në qoftë se ti vjen atje, për shembull je një doktor i specializuar që Shqipërisë mungon fjala dhe ajo në Fier apo në Vlorë, dhe vjen aty, unë e kuptoj këtë, se vjen edhe bjen një ekspertizë të re që na mungon neve, edhe vjen të shërbesh kombit, apo të shërbesh, por të vish ti atje dhe të thush që ju keni këto ministra këtu, po duhet veni më për ministrës, unë jam nga Londra, se unë jam nga Bologna, se unë jam nga Milani, se unë deri nonën, por nuk më prishpun këta ka ndodhë gjithmonë, por që të dalin aty, që kjo më ka shkatër mu, edhe të thonë që arvanitësit janë emigrant, kush jeti mër deri nonën, kush jeti mër i poshtër. Me duket se kjo është trëmpetu dhe nga qeveria jonë aty, nga këto qeveritaret, që arvanitësit, që nuk e thonë vetës madje shqiptarë që flasin shqip, të themi ne shqiptaret, arvanitësit janë emigrant. Morë deri nonën, kush jeti që flet në emër të arvanitësve, or klys grek, or i poshtër. Arvanitësit, shqiptarë është termi vonshëm, por janë të gjaku tonë i liro pëllazg, në qoftë se ato e pranojnë kështu se i mohohet greqizme, dhe kjo i leverdis grekeve. Pse i leverdis grekeve? Se arvanitësit janë vendës, edhe në qoftë se nuk janë vendës aty, janë vendës, edhe ju dërgojnë juve pse janë vendës. Po dhe në qoftë se nuk janë vendës, neve nuk në takon të themi që s'ka në arvanitësit asgjë me Peloponezin, asgjë me Athinën, se ato kanë ardhe emigrante dhe pidhët nonës juj, mërtë poshtër më maskarej. Kush jeti të flasësh për arvanitësin, edhe në qoftë se është një arvanitës, një maskara, i paguajt nga grekët për të hedhë poshtë të tezën që ne kemi qenë gjithmonë, dhe grekët e vërtet janë arvanitësit, edhe si kur t'ishtë një arvanitës, ne s'duhet të lejonim t'i jepnin platformë aty. Nuk ka grek më maskarej që edhe për drobolitët që sapo kanë ardhë, të thotë që janë emigrant, po të thonë që gjithë dhe mizëqaret, thonë janë e kështu grek. Është një lloj se dal një sot nga Vlora dhe thotë që sa ashtu i pëlqen serbëve, kosovarët janë të ardhur, nuk janë kosovarët vendës, janë emigrant nga Shqipëria, apo emigrant nga Kaukazi, si thonë ata. Mor deri nonën, në radhë të parë, të dini diçka. Kur të flisni për arvanitësit, të paktën në qoftë se nuk jeni arvanitës vetë, edhe nuk jeni kompetent për këto, të paktën lexoni studiusit shqiptar. Lexoni Elena Kocaqin, që është masa e vetmje që di unë që është marrë, kryesisht me këtë çështje. Edhe ju tregojnë juve studimet e mirëfillta të Kocaqit, që kur ka pushtu Turqia Ballkanin, e gjithë Peloponezi modern nonën ka qenë shqiptar. E dini ç'do thotë kjo? Që kur ka pushtu Turqia pushtoi shtyu perëndërinë bizantine. Perëndëria bizantine mendohet në botë, në Greqi e kudo, që ka qenë perëndëri greke, ishte perëndëri lire. Po t'ishte perëndëri greke, që grekët sundonin perëndërinë bizantine, si mundet mërderin nonën, që kur vjen Turqia e gjen krejt Greqinë e jugut, me shqiptar, me gjini, me gjoka, si mundet që kur vjen Turqia i gjen aty, pra në kohën e Bizantit, pra në Bizantin që Bizanti ishte perëndëri greke, në kohën e Bizantit dhe gjithë Greqia kishte
shqipfolës, që po themon shqiptar, shqipfolës, pra nuk ishin grek, ishin arvanitësit, kur ata ishin para se të vitë Turqia deri nonën, do thot, në kohën e Bizantit, kur greket gjoja së ndonin perëndërinë bizantine, greket pas kanë qenë arvanitësit. Pra, arvanitës janë vendës deri nonën, më psikopat, më të poshtër, më qeverisht shkardhat, se nuk ka kriminal, nuk ka armiq më të mëdhej të kombit shqiptar, se sa është udhëheqja sot me Partia Socialiste, edhe ata klyshët të tjerë kundërshtar, janë të njëjtit dhemje, të njëjtit zgjeba, po ç'të bëjmë se ne këto kemi. Të thush pra shqiptarëve, arvanitësve, jo shqiptar, po emigrant, do thot që ne s'kemi asgjë me Peloponezin, arvanitës njerëz të huaj atje, po t'i bëjmë gjithë shqiptarët grek deri nonën, që pillët e nonës janë këto janë ato që na profesojnë neve diaspora, që shkojnë atje dhe mbledhen. Ky është ai shtet që u jep platforma këtyre që vetëm bëjnë politika tanë të shqiptare të zhdukjes son, si kam jo vetëm Shqipëri, por edhe atje ku jemi dalin nesër edhe në Kalabri. As kalabrezët duke thënë vetes emigrantë që kanë hik mës vdekjes së Skënderbeut një pjesë e madhe. Si mundet kush jeni ju më shkërdhatur, aty si më gjanë përfitoroni një fushë të bukur, me truf shabari me ngjyra lulesh, ku vjen një tank me zinxhir, edhe e shkatron çdo gjë që gjen përpara. Këto pëtënonës, këto shkërdhata, që na mblidhen edhe në Tiranë, me si Sora, si Laraska, me një shtet flis, me ca Maskarej, me të pederasin Edi Rama, që s'kan gjë tjetër, por në spektrun e hequrit, shtirit kombëtar, të zhduken çdo gjë kombëtare. Kush jeni ju më shkërdhata? Kush jeni ju të flisni më klysh dhe kurvës për veten tuaj, bëni llazore se çajm kokën çfarë flisni, por mos flisit paktën për etnin arvanitëse, se si përket juve të flisni, e jo mo që s'jeni kompetent, se s'jeni shkonstar të saj fushë, merrnit më shkërdhata, në qoftë se doni dini, marrin memën, merrni më shkërdhata atë që quhet Elena Kocaqin, po jo pillët e nonës e Diramën e ta u lanë shkërdhat ballën e këta pisliqet. U shkërdhef shanonën, kush jeni ju, më maskarejt e maskarejve.